Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, në episodin e parë të serisë son Gjurmëve të martirëve, Golgota e martirëve shqiptar të Karadakut 1846-1848, u kthyem në Karadakun e shekullit të 19, hym në një farë mënyre në shtëpit e atyre familjeve, pam një fe që për një kohë të gjatë kishte mbijetuar në heshtje, një fe të ruajtur në kujtes, në familje, në ndërgjegje, si një gacë e fshehur në nhi. Folëm për laramanët, folëm për frikën, për ndërgjegjen, për Pater Anton Marojeviqin, dhe mbi të gjitha folëm për një çast kur heshtja nuk mund të vazhdonte më. Erdhi dita kur disa prej këtyre njerëzve vendosën ta thoshin haptazi atë që prej kohësh e mbani në zemër: ne jemi të krishterë. Katër fjalë, vetëm katër fjalë, por nga njëherë katër fjalë mund të ndryshojnë tërë jetën e një njeriu. Sepse pas tyre vinte pyetja: a jeni të gatshëm të paguani çmimin e asaj që sapo thatë? Në episodin e parë qëndruam te vendimi. Sot do të qëndrojmë te pasojat. Deri tani kemi folur për një betejë që zhvillohej kryesisht në ndërgjegje. Tani beteja hyn në trup, në familje, në shtëpi, në burg, në rrugë, në uri, në lodhje, në mërgim. Deri tani pyetja ishte: a do ta dëshmojmë fen ton? Tani pyetja bëhet: a do t'i qëndrojmë besnik asaj që dëshmuam? Sepse është një gjë ta thuash të vërtetën kur je në shtëpinë tënde, është tjetër gjë ti qëndrosh asaj kur përpara teje hapet dera e burgut. Dashur dëgjues, dua që në fillim të këtij episodi të ndalemi te një figure vetme: dera. Dera e shtëpisë, një gjë kaq e zakonshme, çdo ditë e hapim, çdo ditë e mbyllim, pas saj ndodhet bota jonë e vogël, familja, sofra, vatra, fëmijët, kujtimet, gjithçka që njeriu quan shtëpi. Por imagjinoni një ditë kur e kaloni atë derë dhe nuk e dini nëse do ta kaloni ndonjëherë përsëri. Nuk po dilni për të punuar. Nuk po shkoni në treg. Nuk po niseni për një udhtim që e keni zgjedhur vetë. Po ju marrin. Ku po e çoni? Pas fjalës arrestim, është shumë e lehtë të shohim vetëm një fakt historik, një datë, një dokument, një numër, por
Arrestimi nuk ndodh në letër. Arrestimi ndodh në jetën e një familjeje. Dikush vjen, dikush urdhëron, dikush duhet të largohet, një grua shikon burrin, një nën shikon djalin, një fëmijë sheh të atin duke dalë nga shtëpia dhe ndoshta pyet ku po e çoni. Ndoshta pyet bab kur do të kthehesh. Dhe askush nuk e di përgjigjen. Këtu fillon Golgota, Kalvari. Jo në Anadol, jo në Selanik, jo në Shkup. Këtu, te pragu i shtëpisë. Përpiquni ta përfyturoni atë hap. Një hap i vetëm nga brenda jashtë. Pasteje është shtëpia. Përpara është e panjohura. Njeriu kthen kokën edhe një herë. Ndoshta sheh fytyrën e nënës, ndoshta të gruas, ndoshta fëmijët, ndoshta malin, tokën, fshatin, kishën, karadakun. Gjërat që deri dje dukeshin aq të zakonshme, papritur bëhen të çmuara. Sepse vetëm kur rrezikon ta humbasësh shtëpinë, e kupton sa shumë do të thot fjala shtëpi. Dera mbyllet dhe njeriu nuk e di a do të hapet përsëri për mua. Por drama bëhet edhe më e thellë, sepse këta njerëz nuk po vuanin për një fatkeqësi natyrore, nuk po largoheshin sepse një sluhi ua kishte shkatruar shtëpinë. Në zemër të konfliktit qëndronte deklarimi i tyre fetar. Dhe pikërisht kjo e bën provën kaq të rëndë. Sepse në një situatë të tillë njeriu mund të tundohet të mendoj, mund ta ndaloj këtë. Mjafton të tërhiqem, mjafton të hesht, mjafton të them nuk e mendova ashtu. Mjafton të kthehem në mënyrë e vjetër, te ajo mënyra, stili i vjetër i jetesës. Besimin do ta mbaj në zemër, por publikisht do të tërhiqem. Dhe ndoshta dera e shtëpisë do të hapet përsëri. Ndoshta prangat do të hiqen. Ndoshta familja do të shpëtoj. Këtu qëndron sprova. Sepse vuajtja më e madhe nuk është gjithmonë kur nuk ke zgjedhje. Nganjëherë vuajtja më e madhe është kur ekziston një rrugë shpëtimi, por ajo kalon përmes mohimit të ndërgjegjes. Në episodin e parë folëm për besën. Fjala ishte dhënë, vendimi ishte marrë, por besa nuk provohet në çastin kur thuhet. Besa provohet, dëshmohet, kur kushton. Është e lehtë të thuash do të qëndroj me ty kur gjithçka shkon mirë. Është e lehtë të thuash do të jem besnik
kur besnikëria nuk kërkon sakrificë. Por, kur vinë prangat, kur dera mbyllet, kur fëmijët mbeten pas, kur rruga përpara është e panjohur, atëherë fjala e dhënë pyet: a më qëndron ende? Dhe këtu besa e Karadakut fillon të bëhet kryq. Dhe tani dua t'ju shtroj një pyetje që do të na shoqëroj gjatë gjithë këtij episodi. A mund të mbetet njeriu i lirë kur ja marrin lirinë? Në pamje të parë përgjigjja duket e qartë, jo. Nëse të burgosin nuk je më i lirë. Nëse të vendosin pranga nuk mund të shkosh ku dëshiron. Nëse të dëbojnë, nuk mund të qëndrosh në vendin tënd. Nëse të marrin nga shtëpia, nuk mund të kthehesh kur dëshiron. Dhe megjithatë, ekziston një liri që as prangat nuk mund ta prekin. Liria e ndërgjegjes. Mund t'ja lidhësh njërit duart, por nuk mund ta detyrosh zemrën e tij të besoj atë që nuk beson. Mund t'ja mbyllësh trupin në burg, por nuk mund ta burgosësh hyjin në të cilin ai shpreson. Mund t'ja marrësh shtëpinë, por nuk mund t'ja marrësh me forcë besnikërinë. Historia e krishterimit e njeh mirë këtë paradoks. Shën Pali shkroi letra nga burgu, apostujt u lidhën me pranga, martirët e shekujve të parë u futën në burgje dhe vetë Jezusi u arrestua. Ja lidhën duart, e quan nga një gjykim në tjetrin. Në pamjen e jashtme ishte i burgosur. Por kush ishte në të vërtetë më i lirë? Jezusi i lidhur, apo ata që nga frika dhe interesi e dënuan të pafajshmin? Këtu zbulohet një e vërtetë e madhe. Njeriu mund të jetë i lirë edhe në pranga dhe mund të jetë sklav edhe pa pranga. Sepse liria më e thellë nuk është vetëm të bësh çfarë dëshiron, është të jesh në gjendje të mos e tradhtosh të vërtetën edhe kur të kushton. Prandaj, këtë episod e kemi titulluar Rruga e Golgotës. Jo sepse duam ta dramatizojmë historinë, dhe as sepse vuajtjen e këtyre njerëzve duam ta barazojmë me flinë vetme dhe shëlbuese të Krishtit, por sepse në dritën e fesë së krishterë vuajtja e dishepullit merr kuptim duke u bashkuar me kryqin e mësuesit. Jezusi thot: nëse ndokush dëshiron të vijë pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vijë pas meje. Mateu 16:24. Për këta njerëz, kjo fjalë nuk do të mbetej më vetëm varg i ungjillit. Kryqi po merrte peshë, rrugë, lodhje, ndarje.
pranga. Dhe tani rruga fillon. Pas tyre mbetet Karadaku, mbeten kodrat, mbeten shtëpit, mbeten arat, mbeten varret e të parve, mbeten njerëzit që i duan. Përpara tyre nuk është ende e qartë se ku përfundon udhëtimi. Do të kalojnë nëpër vende emrat e të cilëve do të bëhen stacione të kësaj Golgote: Gjilan, Prishtinë, Shkup, Selanik dhe më në fund Anadol. Ne sot mund t'i lexojmë këta emra brenda disa sekondash. Ata do t'i kalojnë me trupin e tyre, me lodhjen e tyre, me frikën e tyre, me familjet e tyre, me besimin e tyre. Por para se të nisemi me ta, dua t'ju kërkoj diçka. Gjatë këtij episodi, mos i shihni si një turm. Mos shihni vetëm martirët. Mos shihni vetëm të dëbuarit, të syrgjynosurit. Mos i shihni vetëm një numër njerëzish. Përpiquni që pas çdo numri të shihni një fytyrë, një emër, një nën, një baba, një fëmijë, një shtëpi që mbeti bosh, një sofër ku mungon të dikush, një derë që atë mbrëmje nuk u hap. Sepse vetëm atëherë historia pushon së qenuri statistik dhe bëhet për kujtes. Ndoshta askush prej tyre në çastet e para nuk mund ta dinte se sa larg do t'i çonte kjo rrugë. Ndoshta dikush mendonte do të na mbajnë disa ditë. Ndoshta dikush shpresonte do të sqarohet gjithçka. Ndoshta një nën i premtoi fëmijës do të kthehemi. Por rruga do të zgjatej. Dhe sa më larg të shkonin, aq më e rënd bëhej pyetja: a do ta shohim përsëri shtëpinë? Për disa prej tyre, përgjigja do të ishte jo. Të dashur dëgjues, dera u mbyll pas tyre, por historia nuk u mbyll. Përkundrazi, sapo kishte filluar. Në episodin e parë dëgjuam deklarimin: ne jemi të krishterë. Në këtë episod do të shohim çfarë ndodh kur ajo fjali duhet të bartet nga shtëpia në burg, nga burgu në rrugë, nga rruga në mërgim, nga Karadaku drejt një toke të huaj. Dhe gjatë gjithë rrugës do të na shoqërojë një pyetje: çfarë mund t'i marrësh një njeriu që ka vendosur të mos ta shes ndërgjegjen? Mund t'ja marrësh pronën, mund t'ja marrësh shtëpinë, mund t'ja marrësh lirinë, mund t'a largosh nga dheu, mund t'ja lodhësh trupin, madje mund t'ja marrësh jetën. Por ekziston diçka që askush nuk mund t'ja marrë, nëse ai vetë nuk e dorëzon: besnikërinë.
Dhe kështu nisemi, jo si spektator të një historie të largët, por si shtektar të përkujtesës. Do të ecim pas tyre. Do të ndalemi aty ku ndaluan ata. Do të përpiqemi të dëgjojmë për te heshtjes së 180 viteve, dëshmin që na lanë. Stacioni i parë, arrestimi. Nga ngrohtësia e shtëpisë drejt burgut. Të dashur dëgjues, në prologun e këtij episodi e lam derën të mbyllej pas tyre. Tani duhet të ecim më tej, por nuk dua të nxitojmë, sepse kur lexojmë historinë shpesh përdorim një fjali shumë të shkurtër, u arrestuan. 2 fjalë dhe vazhdojmë tutje. Por çfarë do të thotë u arrestuan? Çfarë ndodh me një familje kur dikush vjen dhe ja merr baban? Çfarë ndodh në zemrën e një gruaje kur e sheh burrin duke u larguar dhe nuk e di se ku po e çojnë? Çfarë ndodh me një fëmijë kur sheh se të rriturit, të cilët deri dje jepnin siguri, papritur janë të pafuqishëm? Çfarë ndodh me një njeri kur dera e shtëpisë së tij mbyllet pas tij dhe rruga që e ka përpara nuk është më rruga që e ka zgjedhur vetë? Prandaj, para se të vazhdojmë drejt burgjeve, drejt qyteteve dhe me vonë drejt Syrgjënosis, du të qëndrojmë pak te shtëpia, sepse Golgota e tyre filloi pikrisht aty. Në episodin e parë dëgjuam vendimin që ndryshoi gjithçka. Ne jemi të krishterë. Ata që për një kohë të gjatë kishin ruajtur fenë në fshehësi, tani kërkonin ta jetonin atë haptazi. Fjala ishte dhënë. Por një fjalë e tillë në rrethanat e asaj kohe nuk mbetej pa pasoja. Lajmi për deklararimin e tyre arrin tek autoritetet. Ajo që për këta njerëz ishte çështje e ndërgjegjes dhe e besimit, për pushtetin bëhet çështje që kërkon ndërhyrje. Dhe atëherë fillojnë arrestimet. Ndoshta këtu duhet të ndalemi edhe te një hollësi. Ata nuk ishin nisur për luftë. Nuk ishin marrë armët për të pushtuar dikë. Nuk ishin shkuar t'ja impononin fenë e tyre një populli tjetër. Ata kishin kërkuar diçka shumë themelore, të mos e fshihnin më atë që besonin se ishin. Por tani për këtë duhet të përgjigjeshin para autoriteteve. Përpiquni ta përfytyroni Karadakun e asaj kohe. Fshatra, shtëpi familjare, ara, bagti, punë e rëndë, një jetë e thjeshtë. Dhe papritur në këtë ritëm të zakonshëm hyn frika. Vinë njerëzit e pushtetit. Kërkohen ata që janë deklaruar të krishterë. Thirren, merren, dërgohen para autoriteteve. Në një çast të tillë, historia e madhe hyn në një shtëpi të vogël. Deri dje familja kishte shqetësime të zakonshme. A do të ketë bereqet? A do të kaloj dimri? A janë mirë fëmijët? Çfarë pune duhet bërë nesër?
Tani, të gjitha këto pyetje zëvendësohen nga një pyetje vetme. Çfarë do të na bëjnë? Kur themi u arrestua një burr, nuk duhet të shohim vetëm një të arrestuar, duhet të shohim një baba. Ndoshta atë mëngjes fëmia i tij ishte zgjuar pranë tij. Ndoshta kishin ngrënë së bashku. Ndoshta kishin folur për punët e ditës. Dhe disa orë më vonë ai nuk ishte më aty. Kur themi u arrestuan familjar, duhet të kujtojmë se secili prej tyre kishte dikë që e donte. Një grua që priste, një nën që lutej, një fëmijë që pyeste, një vlla, një motër, një shtëpi. Martirët nuk lindin si figura në monumente. Ata janë spari njerëz. Njerëz që kanë frikë, njerëz që duan të jetojnë, njerëz që duan familjet e tyre, njerëz që e duan vendin e tyre. Dhe pikrisht për këtë sakrifica e tyre bëhet kaq e madhe. Sepse nuk është heroizëm të humbasësh atë që nuk e do. Sakrifica fillon kur për hir të ndërgjegjes rrezikon atë që e do më së shumti. Le të ndalemi për një çast te një baba. Nuk po e themi emrin e tij. Le të jetë për një çast figura e secilit prej atyre burrave. E marrin. Ai e shikon shtëpinë, shikon gruan, shikon fëmijët. Ndoshta fëmia më i vogël nuk kupton asgjë. Ndoshta afrohet. Ndoshta kapet pas rrobave të hatit. Ndoshta pyet ku po shkon. Çfarë ti thuash? Po më çoj në burg? Do të kthehem? Por a e di si do të kthehesh? Nuk e di. Ndoshta përpiqesh të mos se tregosh frikën, sepse fëmijët shikojnë fytyrën e prindit për të kuptuar nëse duhet të kenë frikë. Dhe ti përpiqesh të qëndrosh i fortë. Jo sepse nuk ke frikë, por sepse ata ka nevojë që ti të mos rrëzohesh. Dhe largohesh. Por historia e martirizimit nuk është vetëm historia atyre që u morën. Është edhe historia e atyre që mbetën. Ndoshta gruaja qëndron te dera, shikon derisa burri largohet, derisa nuk e sheh më. Pastaj kthehet brenda, dhe shtëpia është e njëjta, sofra është aty, veglat e punës janë aty, rrobat janë aty, gjithçka është aty, por shtëpia nuk është më e njëjta, sepse mungon dikush. Dhe tani mbi të bie edhe një barë tjetër. Çfarë do të bëhet me fëmijët? Kush do të kujdeset për punët? Sa do të zgjas burgimi? A do të ketë gjyq? A do ta lirojnë? A do ta shoh përsëri? Nuk ka përgjigje. Vetëm pritje. Dhe pastaj janë fëmijët. Në historitë e mëdha fëmijët shpesh mbeten në prapavi, por ata shohin, ata dëgjojnë, ata e ndjejnë frikën e të rriturve edhe kur askush nuk ua shpjegon. Një fëmijë mund të mos kuptojë se çfarë është një dekret, nuk e kupton politikën e perandorisë, nuk e kupton termin laraman, nuk e kupton përplasjen ndërmjet autoritetit dhe lirisë ndërgjegjes. Por kupton një gjë, babai nuk është më në shtëpi. Dhe pyet, kur do të vijë? Ndoshta nëna thot, lutu. Dhe atë natë një familje që deri dje e kishte ruajtur fenë në fshehësi,
tani lutet për njeriun që është marrë pikrisht sepse nuk deshi ta fshehte më atë fe. Sa paradoksale dhe sa e dhimbshme. Të dashur dëgjues, duhet të shmangim një tundim kur flasim për martirët. Ti paraqesim sikur nuk kishin frikë, sikur ishin njerëz prej guri, sikur arrestimi nuk i prekte, sikur ndarja nga familja nuk u shkaktonte dhimbje. Jo, guximi i krishterë nuk është mungesa e frikës. Guximi është të mbetesh besnik edhe kur ke frikë. Edhe Jezusi në Getsemane përjetoi ankthin për paramundimit. Ungjilli nuk na paraqet një Krisht të pandjeshëm. Na paraqet birin që lutet: Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh. Megjithatë, le të bëhet jo si dua unë, por si do ti. Mateu ungjilltari përshkruan në kapitull 26, rreshti 39. Kjo është edhe logjika e martirizimit të krishterë. Martiri nuk e kërkon vuajtjen, nuk e adhuron vuajtjen, nuk e dëshiron vuajtjen, vdekjen. Ai dëshiron të jetojë, por ekziston diçka që nuk pranon ta blej as me çmimin e shpëtimit vet, mohimin e së vërtetës që e ka njohur. Dhe këtu sprova bëhet edhe më e rëndë, sepse për këta njerëz ekzistonte një mundësi të tërhiqeshin, të ktheheshin në gjendjen më parshme, të thoshin: do ta mbajmë fen tonë në zemër, do të heshtim, do të vazhdojmë si më parë. Ndoshta kështu do të shmangeshin disa pasoja. Ndoshta. Por pikrisht këtë kishin vendosur të mos e bënin më. Sepse problemi nuk ishte nëse hyje njihte zemrën e tyre. Hyje njihte. Problemi ishte a mund vazhdonin ata vetë të jetonin kundër ndërgjegjes së tyre. Në këtë pikë, burgu fillon të marrë një kuptim paradoksal. Ata që i arrestojnë mendojnë se po u marrin lirinë. Por në ndërgjegjen e tyre, këta njerëz sapo kishin filluar të jetonin si njerëz të lirë. Prangat janë një simbol i fuqishëm. Ato thonë: nuk mund të shkosh ku dëshiron. Por ndërgjegja thotë: ende mund të zgjedh kush jam. Prangat thonë: trupi yt na përket neve. Besimi përgjigjet: shpirti im i përket hyjit. Prangat thonë: do të shkosh atje ku të çojmë. Por ndërgjegja mund të thotë: mund të më çoni ku të doni, nuk mund të më detyroni të mohoj atë që besoj. Këtu fillojmë ta kuptojmë pse historia e këtyre njerëzve nuk është vetëm histori e përndjekjes, është histori e lirisë. Një lirie që nuk matet me distancën që mund të ecësh, por me aftësinë për të mos e shitur ndërgjegjen. Dhe arrestimet vazhdojnë. Një shtëpi, pastaj një tjetër, një familje merr lajmin për tjetrën, frika përhapet. Kush u mor? Ku i quan? Kush është i radhës? A do të vinë edhe këtu? Në këto qaste provohet edhe besa për të cilën folëm në episodin e parë. Sepse tani secili mund të mendonte të tjerët u arrestuan, unë ende mund të shpëtoj. Dhe kjo është sprova e bashkësisë. Besa që ishte dhënë me fjalë, tani duhej mbajtur në frikë. Dhe pastaj vjen çasti i largimit.
Të arrestuarit mblidhen, ndoshta disa e njohin njëri tjetrin. Shikohen, nuk ka nevojë për shumë fjalë. Secili e di pse është aty. Secili e di se çfarë ka lënë pas. Dikush e ka lënë gruan, dikush fëmijët, dikush prindrit e moshuar, dikush tokën, dikush një shtëpi ku nuk e di nëse do të kthehet ndonjëherë. Por tani janë së bashku. Dhe ndoshta kjo është forca e parë që u jepet në rrugën e tyre. Nuk janë vetëm. Besa tani nuk është vetëm kujtim i një vendimi, tjetri që ecën pranë teje të kujton, edhe unë jam këtu, edhe unë kam frikë, edhe unë kam lënë familjen, edhe unë nuk e di çfarë na pret, por nuk je vetëm. Dhe kështu bëhen hapat e parë, hapat që i largojnë nga shtëpia. Në fillim ndoshta ende shihen fshatrat, pastaj shtëpitë bëhen më të vogla, pastaj humbin pas kodrave. Një njeri mund të kthej kokën edhe një herë, vetëm edhe një herë, për ta parë vendin e vet. Nuk e di se sa gjatë do të mungoj, nuk e di se sa larg do ta çojnë, nuk e di se çfarë do të ndodh me të, por ecën. Dhe me çdo hap, shtëpia mbetet më larg. Ky është ndryshimi i parë i madh i Golgotës së tyre. Deri dje shtëpia, sot burgu. Deri dje familja, sot rojet. Deri dje dera që hapej nga njerëzit e tyre, sot dera që mbyllet nga dikush tjetër. Deri dje mund të vendosnin kur të dilnin dhe kur të ktheheshin, sot dikush tjetër vendos për ta. Dhe dera mbyllet. Por tani nuk është dera e shtëpisë, është dera e burgut. Çfarë mendon njeriu natën e parë në burg? Ndoshta kjo është një nga ato pyetje të cilave dokumentet nuk mund të përgjigjen. Dokumentet mund të na tregojnë kush u arrestua, ku u dërgua, çfarë vendimi u mor, por dokumentet rrallë mund të na tregojnë çfarë ndodhi në zemrën e tij kur mbeti vetëm në errësirë. A mendoi për fëmijët, për gruan, për shtëpinë? A e pyeti veten çfarë kam bërë? A pati një çast dobësie? A u lut? A i kujtoi fjalët e Krishtit? Nuk duhet të shpikim përgjigje që burimet nuk na japin, por një gjë mund ta themi: ata ishin njerëz. Dhe prandaj është e arsyeshme të kuptojmë se pas ngjarjeve që dokumentet i përshkruajnë shkurt, qëndronte një botë e tërë, frike, dhimbjeje, dashurie dhe shprese. Kur një baba hyn në burg në një farë mënyre bashkë me të hyn edhe familja, jo fizikisht, por në zemrën e tij,
A i merr me vete ftyrat e tyre, zërat e tyre, kujtimet, fjalët e fundit. Dhe kur një njeri i tillë pyetet, a do të tërhiqesh? Pyetja nuk i drejtohet vetëm atij, sepse ai e di se përgjigjja e tij do të prek edhe ata që i ka lënë pas. Kjo e bën sprovën shumë më të rëndë. Ndoshta mohimi do ta kthente te fëmijët. Ndoshta besnikëria do ta largonte edhe më shumë prej tyre. Çfarë bën? Këtu fillon rruga e Golgotës. Në këto çaste të para, ata ende nuk e dinin të rrugën që i priste. Nuk e dim sepse e shikojmë historinë nga fundi. Ne e dim emrat: Gjilan, Prishtinë, Shkup, Selanik, Anadol. Por ata nuk e kishin hartën e së ardhmës para vetës. Ata kishin vetëm hapin e ardhshëm. Dhe ndoshta kjo është një nga pikat më prekse të historisë së tyre. Besnikëria nuk u kërkua vetëm një herë, u kërkua ditë pas dite, hap pas hapi, provë pas prove. Sot arrestimi, nesër burgu, pastaj rruga, pastaj një burg tjetër, pastaj largimi, pastaj e panjohura. Të dashur dëgjues, tani dera e shtëpisë është larg, dera e burgut është mbyllur, familjet kanë mbetur pas, dhe ata që deri dje ishin bujq, baballar, bashkëshort, bij e familjar, tani mbajnë një emër tjetër në sy të pushtetit, të burgosur. Por pyetja mbetet, a janë vërtet të burgosur në atë pjesë të qenjes së tyre që ka rëndësinë më të madhe? Apo pikërisht tani ndërsa trupat e tyre janë nën kontrollin e të tjerëve, ndërgjegja e tyre po bëhet më e lirë se kur. Rruga sapo ka filluar. Nga fshatrat e Karadakut të arrestuarit do të dërgohen drejt stacioneve të para të kalvarit të tyre. Dhe stacioni i ardhshëm na çon në Gjilan. Atje historia do të hyjë në një fazë të re, sepse tani nuk do të mjaftoj që t'i largojnë nga shtëpitë. Do të kërkohet që të tërhiqen nga fjala që e kanë dhënë. Por a do ta bëjnë? A do të thyhet besa përpallë burgut? Apo fjalët "ne jemi të krishterë" do të bëhen edhe më të forta pikërisht atëherë kur fillojnë të kushtojnë. Pra jo bura një gofshi muë, këtë punë të madhe që e kem fillue. Hiq nuk duhet me u vonue, veç Gjilan duhet me shkue. Hiq metit me i lajmrue, tu i fol fratje tu e nigue. Marun fjalët e janë fillu, në Gjilan fill pas kanë shku.
Malish Begu ti kanë kallëcu. Malish Beg pas jetën tane, thon kanë dal do fermane, për të gjithë popujn lyqetane. Sin Balkane, sin Shqipni, ju ka dhan unë fes liri, e kemi ardhë sot me t'kallësue. Se me dhun fene kem pas në ru, pra ta shfenat janë liru, dhe hyzmetin ty ta bajmë, t'bajmë hyzmet të lajmë vergi, dhe i shkojmë i mbretit në ushtri. Zemran qok shteshti me ju kal, po ma thret një efendi, Tahir Gërmoven, që e kishte shqit fene kombin, që e kishte shqit kombin shqiptar, për me kan Gilani par. Malish Begu Tahir Fenia, zoti tyne ishte Turkia, të dy bashk po kuvendojnë, plan të vështira po mbarojnë, katolikët qyshti farojnë, me këta bura po kuvendojnë, bjeshkët e arta po ju premtojnë, kurse si burat s'pongojnë. Dikur Begu i dënue, pas ka nis mu kërcnue, a i mdre marku kuvendar, na to vise shpije par, burqeliku edhe shqiptar. Malish Beg tha folma një fjal, me dy me ende këtu s'kemi ardh, vesh me kallëcu e bal për bal, se kombin e Krishtin se lëshojmë për të gjall. Ne më të shokve t'vo t'bajbe, t'madhe t'vogël me napre, e kemi sos me dek për atë dhe, s'ki sepse Beg lodhësh me ne. Efendiu edhe Begu, pasi s'fundi bani, kush qysh për veti, dhan urdhënin e të gjithi me sheli. Malish Begu, a i shpirëzi, hajde njëher more Efendi, hajde njëher Tahir Gërmodha, për këtë pun du të nin Stambola. Do t'na nin avdyl me kshiti, nuk e len pa lajmëru prifti, se këta prifta drejt me than, e ka lidhjen me krejt dynjan, për me jek barëm prej veti, po e bajnë me men për me i quen gjeti. Kan mendu, kan pru vendim, me i qut shkretit për Prishtin. Këtë qyrë shka ban, këta të badëshir, i kan lift të shkretit me zinqir, po mili zinqir të trasha, i qun Prishtin te Jashar Pasha. Të dashur dëgjues,
Dera e shtëpisë tashmë është mbyllur pas tyre, familjet kanë mbetur prapa, rruga ka filluar dhe tani mbërrim në një nga stacionet e para të kësaj Golgote, Gjilanin. Në hartë, largësia nga fshatrat e Karadakut deri në Gjilan nuk duket e madhe, por për njeriun që nuk po udhton me vullnetin e vet, çdo kilometër ka një peshë tjetër. Sepse nuk është largësia ajo që e bën rrugën të gjatë, është pasiguria. Është pyetja çfarë do të ndodh me ne. Është mendimi për familjen që mbeti pas. Është vetdia se çdo hap të çon më larg shtëpisë. Dhe mbi të gjitha është pyetja që tashmë qëndron mbi tërë historinë, a do t'i qëndrojnë fjalës së dhënë. Le ta përfytyrojmë rrugën, pas tyre mbeten fshatrat, kodrat e Karadakut, shtëpitë, arat, vendet ku kishin lindur, vendet ku kishin varret e të parëve, gjithçka që deri atëherë kishte përbër botën e tyre. Përpara, Gjilani. Por ata nuk po shkojnë në qytet për treg, nuk po shkojnë për punë, nuk po shkojnë për të takuar dikë, po dërgohen si të arrestuar. Ky ndryshim është i madh, sepse kur njeriu ecën vet, rruga është e tij. Kur e detyrojnë të ecë, e njëjta rrugë bëhet rrugë robërie. Ndoshta dikush prej tyre është kthyer edhe një herë, vetëm për një çast, për ta parë Karadakun. Ndoshta nga ndonjë kthesë rrugës është parë ende ndonjë fshat. Ndoshta ndonjë qati. Ndoshta ndonjë kodër e njohur, nuk e dim. Dhe nuk duhet ta paraqesim si fakt atë që dokumentet nuk na e tregojnë, por dim diçka tjetër. Këta njerëz po largoheshin nga vendi i tyre pa e ditur se ku do të përfundonte kjo rrugë. Dhe kjo mjafton për ta kuptuar dramën. Sepse ne sot dim se çfarë do të vijë më pas, ata nuk e dinin. Ne e dim se rruga do të vazhdojë. Ata mund të kenë shpresuar, ndoshta në Gjilan do të marrë fund. Gjilani nuk do t'jetë fundi, do t'jetë stacion. Njëri prej atyre stacioneve që të parë nga largësia e 180 viteve krijojnë një vijë të dhimbshme. Karadaku, Gjilani, Prishtina, Shkupi, Selaniku, Anadoli. Por ende mos të shkojmë atje. Ende jemi në Gjilan, sepse nëse nxitojmë nga një qytet të tjetri, rrezikojmë ta humbasim njeriun. Dhe ky emision nuk dëshiron të tregoj vetëm ku kaluan. Dëshiron të pyes çfarë po ndodhte me ta. Tani ata nuk janë më vetëm përballë familjes së tyre, ata vetëm janë gjithashtu as përballë bashkëfshatarëve. Janë përballë autoritetit. Dhe këtu fjala e thënë në Karadak duhet përsëritet jashtë Karadakut. Kjo është shumë e rëndësishme. Një gjë është të thuash mes njerëzve të tu jam i krishterë. Një tjetër është ta thuash atë kur përballë ke dikë që mund të vendos për lirinë tënde, burgimin tënd, familjen tënde, të ardhmen tënde. Tani deklarimi nuk është më vetëm pohim identiteti, po bëhet dëshmi. Mund ta përfytyrojmë peshën e pyetjes që qëndronte para tyre. A do të vazhdoni? A do të këmbgulni? A do ta mbani atë që keni deklaruar? Apo do të tërhiqeni? Dhe këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Nuk kemi nevojë të vendosim autoriteteve në gojë fjali që burimet nuk na i kanë ruajtur. Nuk kemi nevojë të krijojmë dialogje për ta bërë historinë më dramatike. Vetë situata është mjaft dramatike. Sepse faktikisht para këtyre njerëzve qëndronte një zgjedhje, të vazhdonin dëshminë ose të ktheheshin prapa. Dhe këtu qëndron një element jashtëzakonisht njerëzor.
Në këtë fazë të historisë, shtëpia nuk është ende Anadoli larg. Karadaku është ende afër. Familja është ende relativisht afër. Mund të lindë mendimi, ende mund të kthehemi. Vetëm të tërhiqemi. Vetëm të mos këmbgulim. Vetëm të pranojmë përsëri jetën e dyfisht. Në shtëpi do të besojmë si më parë. Para të tjerëve do të heshtim. Dhe gjithçka ndoshta mund të kthehet në normalitet. Por, cili normalitet? Pikrisht nga ai normalitet kishin vendosur të dilnin. Sepse për ta ishte bërë padurueshme të jetonin një gjën zemër dhe një tjetër para botës. Këtu fillojmë ta kuptojmë më mirë se për çfarë po luftonin. Jo për privilegje, jo për pushtet, jo për dominim mbi dikë tjetër, por për të drejtën që ndërgjegja dhe jeta të mos ishin më dy gjëra të ndryshme. Të mund të thoshin, ky jam, ky është besimi im, feja ime, ky është hyji të cilit dua t'i përkas. Dhe të mos ishin të detyruar që të njëjtën gjë ta mohonin publikisht. Në gjuhën tonë të sotme do të flisnim për lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë. Por për ta kjo nuk ishte një formulë juridike, ishte jetë. Në Gjilan ndodh edhe diçka tjetër që duhet ta mbajmë parasysh. Ata mund ta shihnin njëri tjetrin. Njeriu që kishte dhënë besën në fshat nuk ishte më vetëm me mendimet e veta. Pranë tij ishte një tjetër dhe një tjetër. Ndoshta njëri ishte më i fortë, tjetri më i friksuar. Njëri mund të kishte më shumë guxim, tjetri mund të mendonte për fëmijët. Por prania e tjetrit kishte rëndësi, sepse besimi i krishter nuk jetohet vetëm si unë dhe hyi, jetohet edhe si ne. Kisha është bashkësi, dhe në orën e sprovës, bashkësia mund të mbaj atë që po dobësohet. Në Karadak kishin dhënë besën, por atje besa ishte premtim, tani po bëhet provë. Deri dje mund t'i thoshin njëri tjetrit, do të qëndrojmë së bashku. Tani duhet ta dëshmojnë. Sepse është e mundur t'jesh i guximshëm kur rreth teje janë njerëz të tu. Por çfarë ndodh kur gjendesh para pushtetit? Çfarë ndodh kur kupton se vendimi yt mund të të kushtoj më shumë se sa kishe menduar? Çfarë ndodh kur dëgjon se rruga mund të mos përfundojë këtu? Atëherë besa pushon si që enuri vetëm fjalë, bëhet karakter. Përfytyroni për një çast një dhomë burgimi. Nuk kemi nevojë të dim hollësitë e mureve, as madhësinë e saj. Mjafton të dim se aty janë njerëz që presin. Njëri shikon tjetrin. Ndoshta askush nuk flet, sepse disa heshtje thonë më shumë se fjalët. Një shikim mund të pyes, a do të qëndrojmë? Një tjetër mund të përgjigjet pa fjalë, kemi dhënë besën. Dhe ndoshta pikërisht këtu fillon të kuptohet se besa nuk është vetëm detyrim ndaj njëri tjetrit. Për një krishter mbi të gjitha është besnikëri ndaj Krishtit. Në këtë pikë më vjen ndërmend një natë tjetër. Nata e mundimeve të Krishtit. Pietri kishte thënë, edhe nëse më duhet vdes me ty nuk do të të mohoj. Fjalë të mëdha, besë e fortë. Por pastaj vjen prova. Një shërptore e pyet, a nuk ishe edhe ti me të? Dhe Pietri friksohet. Një herë, dy herë, tri herë. Nuk e njohat njeri. Dhe e këndon gjeli. Pse na e ruan ungjilli këtë episod? Sepse kisha nuk e fsheh dobësinë njerëzore. Na tregon se edhe apostulli mund të ketë frikë. Edhe ai që ka dhënë fjalën mund të rrëzohet.
Prandaj, kur I shikojmë martirët e Karadakut, nuk duhet mendojmë se për ta ishte e lehtë. Përkundrazi, nëse qëndruan, madhështia e dëshmisë tyre është pikërisht këtu. Kishin arsye njerëzore për t'u frikësuar, por nuk deshën të ktheheshin më te mohimi. Të dashur dëgjues, edhe këtu duhet të ruhemi nga një keq kuptim. Kur tregojmë për vuajtjen e të krishterëve të Karadakut nën autoritetet osmane, qëllimi ynë nuk është të krijojmë urrëtie ndaj muslimanëve. Nuk është ky kuptimi I përkujtesës së krishterë. Kujtimi që ushqen hakmarrje nuk është kujtim I shëruar nga Ungjilli. Ne duhet ta themi të vërtetën historike. Nëse ka pasur padrejtësi, ta quajmë padrejtësi. Nëse ka pasur përndjekje, ta quajmë përndjekje. Nëse njerëzve u është mohuar liria e ndërgjegjes, ta themi qartë. Por këtë ta bëjmë pa e shndruar viktimën e djeshme në urrejtësinë e sotëm. Sepse martiri krishter nuk vdes duke thënë urrej. Ai dëshmon I përkas Krishtit. Dhe historia fillon të na drejtohet neve, sepse është shumë e lehtë të admirojmë guximin e njerëzve të vitit 1846. Por pyetja e vërtetë është, çfarë bëjmë ne me lirinë që ata nuk e kishin? Ne mund të hyjmë në kishë, mund ta bëjmë shenjën e kryqit, mund ta lexojmë Ungjillin, mund të themi publikisht jam I krishter, mund t'i edukojmë fëmijët në fe, mund të kremtojmë sakramentet dhe megjithatë, a jetojmë fen? Ata rrezikonin burgun për të thënë ne jemi të krishterë. Ne mund ta themi pa burg, por ndoshta rrezikojmë ta fshehim për një arsye shumë të vogël, turpin, opinionin e të tjerëve, karrierën, komoditetin, frikën se mos na quajnë të prapambetur, dhe atëherë historia e tyre na pyet, çfarë vlere ka për ty emri I krishter? Por për të burgosurit e Karadakut historia vazhdon. Nëse dikush kishte menduar se Xhilani do të ishte fundi I çështjes, shumë shpejt do të kuptonte, jo. Rruga nuk po kthehej drejt shtëpisë, rruga po shkonte më larg. Dhe ky është një moment psikologjik shumë I rëndë. Kur njeriu largohet nga shtëpia, shpresa e parë është kthimi. Por kur sheh se po e çojnë edhe më larg, atëherë fillon ta kuptoj, kjo nuk do të përfundoj shpejt. Karadaku mbetet edhe më larg, familjet edhe më larg, dhe përpara del emri I stacionit tjetër, Prishtina. Nga Xhilani drejt Prishtinës, një tjetër rrugë, një tjetër largim, një tjetër natë larg shtëpisë, por edhe një tjetër sprov, sepse autoriteti ende mund të shpresoj se këta njerëz do të thyhen, se lodhja do të thyej, se burgu do të thyej, se largësia nga familja do të thyej, se frika nga ajo që mund të vijë do t'i bëjë të thonë mjaft, tërhiqemi. Por pyetja është, a do të ndodhë? Të dashur dëgjues, stacioni I parë I Golgotës mbetet pas, por kryqi nuk është hequr. Përkundrazi, rruga po bëhet më e gjatë, dhe tani ata nisen drejt një qendre tjetër, drejt Prishtinës. Atje prova e tyre do të thellohet, sepse nuk bëhet me fjalë vetëm për burgimin. Në qendër të dramës shndron përsëri pyetja, a do të tërhiqeni? A do ta zhbëjnë sot atë që deklaruan dje? A do ta këmbejnë lirinë e ndërgjegjes me lirinë e trupit? Apo do të vazhdojnë të thonë,
edhe kur çmimi rritet, ne jemi të krishterë. Rruga e Golgotës vazhdon nga Gjilani drejt Prishtinës. Prishtina, presioni për të tërhequr, kur liria ofrohet me çmimin e ndërgjegjes. Të dashur dëgjues, nga Gjilani rruga e tyre vazhdon, jo drejt shtëpisë, por drejt Prishtinës. Burimet tona e vendosin qartë Prishtinën ndër stacionet e para të burgimit përpara shkupit dhe internimit të mëvonshëm në Anadol. Por dokumentet që kemi para nesh nuk na japin çdo hollësi të asaj që ndodhi në çdo burg veçmas. Nuk duhet të shpikim skenat që burimet nuk na i kanë ruajtur. Dim megjithatë se ata tashmë ishin të arrestuar, se rruga e tyre po zgjatej dhe se qëndrimi i tyre fetar vazhdonte të ishte në qendër të konfliktit. Prandaj Prishtina bëhet për ne një tjetër stacion i sprovës. Nga Karadaku në Gjilan dhe tani nga Gjilani drejt Prishtinës. Çdo hap i çon më larg familjeve. Çdo ditë e zgjat pasigurinë. Në fillim mund të kenë menduar se arrestimi do të zgjaste pak. Ndoshta dikush kishte shpresuar do të na marrin pyetje dhe do të na lëshojnë. Por kur rruga vazhdon, kur hapat bëhen të lodhshëm, hapet një tjetër derë burgu, kur qyteti i parë mbetet pas, njeriu fillon ta kuptoj. Kjo nuk është më çështje e disa ditëve. Dhe pikërisht këtu presioni bëhet edhe psikologjik. Nuk është vetëm pranga, është pritja, pasiguria, malli dhe frika nga ajo që mund të vijë më pas. Në një situatë të tillë tundimi mund të bëhet shumë i fortë. Njeriu mund të mendoj, mjafton të tërhiqem. Mjafton të them, do të kthehem si më parë. Mjafton që fen ta ruaj sërish në heshtje. Mjafton të mos inzistoj më publikisht. Dhe ndoshta do të shkoj në shtëpi. Kjo është sprova më e thellë e lirisë. Sepse tani njeriu gjendet përballë dy llojeve të lirisë. Lirisë së trupit dhe lirisë së ndërgjegjes. Cilën do të zgjedh? Ka raste kur liria jashtme mund të blihet me një çmim shumë të lartë, jo me para, por me ndërgjegjen. Hiq dorë dhe do t'jesh i lirë. Moho atë që ke deklaruar dhe do të kthehesh. Mos inzistoni më se jeni katolik. Në pamje të parë, ky është një pazar tundues, sepse çfarë ka më të çmuar një baba se sa të kthehet te fëmijët? Çfarë dëshiron më shumë një burr se sa të dalë nga burgu? Çfarë dëshiron një njeri se sa të flej përsëri në shtëpinë e vet? Por pyetja qëndron, me çfarë çmimi? Nëse pranon të thot atë që nuk beson, trupi mund të dalë nga burgu, por çfarë ndodh me zemrën? Nëse për të shpëtuar nga prangat mohon atë për cilën ke dhënë besën, a je vërtet i lirë?
Kjo është një nga pyetjet më të thella që na lë historia e martirëve të Karadakut, sepse liria nuk është vetëm të kesh mundësi të shkosh ku të duash. Liria është edhe të mos të detyrojnë të jesh i rrem. Jezusi thot, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë njerëz të lirë. Këto fjalë mund të duken paradoksale në një burg, sepse njeriu i burgosur fizikisht duket gjithçka tjetër përveç se i lirë. Dhe megjithatë, Ungjilli na kujton se ekziston një robëri më e thellë se prangat. Robëria e frikës, gënjeshtrës, mohimit, kompromisit me ndërgjegjen. Dhe ekziston një liri që edhe burgu nuk mund ta heqë, të qëndrosh në të vërtetën. Të dashur dëgjues, nuk duhet i paraqesim këta njerëz sikur për ta gjithçka ishte e lehtë. Nuk ishte. Nuk mund ta dim sa herë u friksuan, sa herë e menduan shtëpinë, sa herë i kujtuan fëmijët, sa herë pyeten sa do të zgjas, sa herë mund të ketë kaluar në mendje a ja vlen. Kjo nuk e zvogëlon dëshminë, e bën më njerëzore, sepse martiri nuk është njeri pa ndjenja, është njeri që i ka të gjitha arsyet njerëzore për të tërhequr dhe megjithatë përpiqet të qëndroj besnik. Le të ndalemi për një çast, nuk dim në cilën dhomë kanë fjetur, nuk dim hollësit e çdo nate, por mund të kuptojmë peshën e një nate burgu, kur gjithçka hesht dhe mendja shkon në shtëpi, te fytyra e fëmijës, te gruaja, te prindrit, te toka, te mali, te vendi ku e ke lënë jetën. Dhe pastaj pyetja, çfarë do të bëjnë nëse nesër më kërkojnë të tërhiqem? Do shta pikrisht në këto qaste besa bëhet lutje. Jo më vetëm ne i dham fjalën njëri tjetrit, por o Zot, më jep forcë që ta mbaj. Këtu dikush mund të pyes, nëse çmimi ishte kaq i lartë, pse nuk u tërhoqën? Burimet që kemi ruajnë pikrisht vendosmërinë e tyre për të deklaruar të krishterë dhe për të mbetur të tillë. Në dëshmitë historike del qartë se ata e shihnin përkatësinë e tyre të krishterë si diçka që nuk donin ta braktisnin edhe përballë pasojave. Kjo nuk do të thotë se nuk kishin frikë, do të thotë se kishte diçka për ta, ishte më e rëndësishme se frika. Këtu përsëri na vjen fjala e Jezusit. Kush më dëshmon para njerëzve, edhe unë do ta dëshmoj para Atit tim që është në qiell. Krahaso Mateu në Ungjilltar 10:32. Në Karadak kjo fjalë kishte qenë vendim. Në Gjilan, provë. Në Prishtinë, qëndres. Dhe ende rruga nuk ka përfunduar. Ndërkohë, në Karadak, familjet presin. Dhe ky është një aspekt që nuk duhet të harrojmë. Ndërsa të burgosurit kalojnë nga një vend në tjetrin, në shtëpi dikush numëron ditët. Do shta pyet çdo udhëtar që vjen nga qyteti, ke dëgjuar gjë? Ku janë? A janë mirë?
kur do të kthehen? Ndoshta dikush sjell një lajm, ndoshta një thashë theme, ndoshta asgjë. Dhe pasiguria vazhdon. Kur burgoset një njeri, në një farë mënyre burgoset edhe familja. Babai është pas mureve, por gruaja është e burgosur në pritje, fëmia në pasiguri, nëna në ankth, shtëpia në mungesë. Prandaj, martirizimi nuk e prek vetëm atë që është në pranga, prek tërë bashkësinë. Dhe kjo është arsyeja pse historia e martirëve të Karadakut është histori familjesh, jo vetëm individësh. Në Prishtinë, pyetja bëhet edhe më serioze, a do ta marrin prapa fjalën? Sepse rruga po zgjatet dhe përpara është edhe më shumë. Në një moment mund të jetë thënë besa është dhënë, por tani secili duhet ta jap përsëri atë besë në zemrën e vet. Askush nuk mund ta bëjë në vendin e tij, as meshtari, as familja, as shoku i burgut. Në fund, ndërgjegja është vendi ku njeriu qëndron, vetëm para hyjit. Vetëm para Zotit. Gjatë mundimeve, Jezusi u sol para autoriteteve, u mor në pyetje, u akuzua, u vu në presion. Pilati i thot, a nuk e di se kam pushtet të të liroj dhe pushtet të të kryqëzoj? Dhe Jezusi i përgjigjet, nuk do të kishe kur far pushteti mbi mua, po të mos të ishte dhënë prej larti. Krahaso Gjoni 19:10 deri 11. Çfarë paradoksi? Jezusi është i lidhur, Pilati është në fron, por kush është në të vërtetë i lirë? Ky është paradoksi që shoqëron çdo martirizim të krishterë. Ai që ka prangat mund të jetë më i lirë se ai që i vendos ato. Sepse pushteti mund ta kontrollojë trupin, por jo domosdoshmërisht ndërgjegjen. Dhe pastaj vjen një lajm tjetër. Rruga vazhdon. Nuk po i kthejnë në Karadak, nuk po i lirojnë. Do të dërgohen më tej, drejt Shkupit. Ky duhet të ketë qenë një moment i rënd psikologjikisht shikuar. Sepse çdo transferim thot shtëpia po largohet. Në fillim ishte Gjilani, pastaj Prishtina, tani Shkupi. Sa më larg shkojnë, aq më e vogël bëhet mundësia e një kthimi të shpejtë. Dhe pyetja fillon të marrë një formë tjetër. Ku po na çojnë? Në episodin e parë, besa kishte një tingull pothuajse solemn. Një bashkësi merr një vendim. Njerëzit japin fjalën njëri tjetrit, por tani besa ka lodhje, uri, frikë, burg, largësi, pritje. Kjo është besa e vërtet. Jo ajo që shqiptohet vetëm kur zemra është e mbushur me entuziazëm, por ajo që mbetet kur entuziazmi ka mbaruar. Të dashur dëgjues, edhe këtu historia na prek, sepse edhe ne japim fjalë në pagzim, në kurorzim, në shugurim, në rrëfim, në vendime të rëndësishme të jetës, por fjalët tona provohen më vonë. Bashkëshortët nuk e provojnë besnikrin në ditën e dasmës, e provojnë kur vjen kriza. Meshtari nuk e provon besnikrin vetëm ditën e shugurimit, e provon në vitet e shërbimit. I krishteri nuk e provon fen vetëm kur thotë besoj, por kur jeta pyet a beson ende tani?
Kështu edhe martirët e Karadakut, besa e tyre po hynte në zjarr. Prishtina mbetet prapa. Rruga hapet përsëri. Një tjetër qytet, një tjetër burg, një tjetër sprov. Dhe tani Shkupi. Atje, sipas burimeve tona, vazhdojnë burgimi dhe keqtrajtimet para se rruga t'i çojë më tej drejt internimit, syrgjynosjes. Por Shkupi do të bëhet edhe një kufi psikologjik, sepse tani është gjithnjë më e qartë se kjo histori nuk po shkon drejt një lirimi të shpejt, po shkon drejt dëbimit. Në pjesën që vijon, Shkupi, besa vihej në provë, kur rruga fillon të mos ketë më kthim të shpejt. Do të shohim se çfarë ndodh kur lodhja, burgimi dhe largësia e bëjnë edhe më të rënd pyetjen: a do të qëndrojmë? Jashar Pasha Turqeli, kur I pau të kështenet me sy, si kur shedra deshti me I përbi, po mundohet menden me ju kthye. Veç me sap mundi po u shkon kot, hiç s'po trembën këta kastriot, a I ndre Markush ka po thot, një go pash një zot. Edhe begut I kam than begut e Efendis, se me ndihmën e Perëndis nuk do të bahemi klysht e Turkis. S'bahemi klyshet e Stambollit, se jemi nipat e kastriotit, jemi të tokave të Dukagjinit, nuk I bim mohit kombit e Krishtit. Atër Pasha u tërbue, Xhelaçive u ka urdhnue, merrni kaurat n'burg me I çue, kundra mbretit pesh janë çue. Nisi Pasha me mendue, veç s'po mundet me I denue, kongjolozët janë informue. Jashar Pasha një far veleti, s'po don fajn me jalan vetëm veti, thret mikshlisin prej Prizrenit, për me pas për vetim proje. Thret të parët prej Kumanove, thret prej Shkupit e prej Gilanit, në Prishtin mbledhjen e bani. Jashar Pasha I Prishtinës, po I shkruan letër Korçlës Vjenës, në Kosovë është 1000 let, nuk janë shumë veç janë pak krejt. Besa njaft janë pak, veç kur njëherë nuk rrim rahat, s'mundet kush me I rahatue, kundra mbretit tash janë çue. Na s'po dom për me ju damtue, kjofte mujt ne te ju me I prue. Ministria e Austris, një përgjegje ja ban Turkis, sa
Është ai popull me këtë mbret, por ata janë në vatan të vet. Janë në shtetas të sultanit, embasardësa të Ilirianit. Këtu e kam, spranojnë din, spranojnë islam, veç të kështen po don mu kan. Në Moski oft këta me I largu, krejt Kosova pesh janë qu. Fen islame po don me lëshu, e shqiptar mu deklaru. Beti letrën e dredon, Jashar Pasha mirë po mëson. Qështë të mundesh me atë ka uri, e në mos morish me ndjen me ju kësyje, të gjithë sërgjyn bjemin Turki. Se në Turkia bajnë na qarëm me një Të dashur dëgjues, këtu po e ndalim për sot rrëfimin ton, por historia nuk ndalet këtu. Në këtë pjesë kemi parë se çfarë ndodhi pasi që fjala ishte thënë ne jemi të krishterë. Deklarimi kishte përfunduar, tani kishte filluar çmimi I deklarimit. Pas tyre mbetën shtëpitë, familjet, vatra, fshatrat, Karadaku. Përpara tyre qëndronte një rrugë që askush prej tyre nuk e kishte zgjedhur. Një rrugë burgu, një rrugë pasigurie, një rrugë që hap pas hapi do të shndërrohej në një udhë kryqi. E tani kjo rrugë I çon drejt Shkupit. Besa do të vihej në provë. Shkupi nuk do të jetë vetëm një tjetër pikë në hartën e kësaj historie. Atje do të rëndoj edhe më shumë një pyetje që I kishte shoqëruar që nga Karadaku. A do ta mbajnë fjalën që e kanë dhënë? Sepse është një gjë të japësh besën kur je mes njerëzve të tu. Është tjetër gjë ta mbash atë kur je larg shtëpisë, kur je I lodhur, kur je I burgosur, kur nuk e di çfarë të pret, dhe kur mund të ekzistojë mundësia që vuajtja të marrë fund, nëse tërhiqesh. Atëherë besa nuk është më vetëm fjalë, besa bëhet provë e ndërgjegjes. Dhe pikërisht këtu do të vazhdojmë rrëfimin ton, do të shkojmë pas gjurmëve të tyre në Shkup. Do të hyjmë në një etapë të re të Golgotës së tyre. Do të shohim se si largësia nga vendlindja bëhet gjithnjë e më e madhe, si pasiguria rëndon, si presioni shtohet, dhe mbi të gjitha do të përpiqemi të dëgjojmë pyetjen që historia u drejton atyre, por edhe neve, sa vlen një fjalë e dhënë kur mbajtja e saj fillon të kushtoj? Sepse në Karadak ata kishin thënë, ne jemi të krishterë. Tani duhet të tregonin nëse këto fjalë do të mbeteshin të vërteta edhe në burg, edhe larg shtëpisë, edhe nën presion, edhe përballë së panjohurës. Prandaj të dashur dëgjues, në pjesën e ardhshme të gjurmëve të martirëve Golgota e martirëve shqiptar të Karadakut 1846-1848,
do të vazhdojmë këtë rrugë, nga Karadaku drejt Shkupit, dhe prej Shkupit horizonti do të bëhet edhe më i largët, sepse ata ende nuk e din plotësisht se ku po i qojnë. Nuk e din sa do të zgjas rruga, nuk e din kush do të kthehet, por një gjë tashmë e din, dera shtëpisë është larg. Dhe përpara tyre, rruga e Golgotës vazhdon. Në episodin e ardhshëm do të ecim bashkë me ta, drejt Shkupit, drejt një prove të re, drejt qastit kur besa e dhënë në Karadak do të duhet të dëshmohet larg Karadakut. Deri atëherë, le t'i ruajmë këta njerëz jo vetëm në kujtesën historike, por edhe në lutjen tonë. Sepse emrat mund të zbehen në dokumente, gjurmët mund t'i mbuloj koha, por dëshmia e një ndërgjegje që nuk pranon ta bëj shpëtimin me çmimin e së vërtetës, nuk humbet. Nuk humbet. Nga Radio Maria e Kosovës, po dëgjonit gjurmëve të martirëve, Golgota e martirëve shqiptar të Karadakut, 1846-1848, rrugtimi ynë vazhdon, pjesën e tretë, Shkupi, besa vihet në provë. Me ju shtedëm Shtefni, qoftë lëvduar Jezu Krishti.